Tashti, nëse, prandaj duhet ta ndaja nëse ndrojmë drejt fjalës dhe kontekstit çfarë është protesta. Po sikur edhe 5 veta të ngrihen, edhe nëse nuk janë ngritur 500, por vetëm 5, kjo është një protestë dhe ky është një shqetësim real. Ju po ndjeni, po e dëgjoni apo jo? Protestë në konceptin e protestës edhe si një e drejtë kushtetuese ishte pikërisht shpjegimi që unë sapo bëra. Nëse flas, kjo është një shqetësim real, sepse ne që nga muaji shtator dhe deri në dhjetor, edhe si deputet, edhe qeveria dhe kryeministri Edi Rama, kemi bërë dëgjesa me pensionistët, me kategori dhe grupe të ndryshme, edhe duke zbritur në terren. Ashtu siç kam bërë në njësinë që drejtoj politikisht në njësinë 7 në kryeqytet. Dhe shqetësimi padyshim është real, aty ku kemi dhënë mundësinë dhe të japim shpjegime pensionistëve, që cilat janë sfidat që skema pensioneve ka sot dhe çfarë prodhon ajo, ashtu si dhe për numrin e lartë të pensionistëve, por çfarë kanë qenë dëgjesa nga shtator në dhjetor, kanë prodhuar një projekt të ri, të një pakete për një skem të re pensionesh, ku pensionet minimale do të kenë një rritje deri në 200 euro, dhe pensionet mesatare kenë një rritje deri në 400 euro. Mos harrojmë që në 2013 pensionet kanë qenë 87 euro mesatari, ndërkohë sot që flasim është rreth 180 euro pensioni mesatar, dhe në krye të mandatit të 4, gjithë çmimi dhe ajo çfarë ne kemi program nuk është premtim elektoral, është pjesë e programit, do të jetë 400 euro. Mora gjithmonë pensionin mesatar. Dhe kjo padyshim ka ardhur dhe nga shqetësimet që kanë ngritur pensionistët, dhe nga dëgjesat që kemi bërë me ta, dhe nga mundësitë e skemës së pensioneve dhe çfarë buxheti i shtetit mundet të përballojë në këtë situatë. Po, në këto takime thuajse të përditshme zonja Gjonaj me elektoratin tuaj, në zonën tuaj elektorale apo kudo qoftë në Tiranë, çfarë shqetësimesh ju shprehin qytetarët dhe sa e vështirë është për ju të bëni një premtim real pikërisht në mandatin e 4 të partisë tuaj, e cila synon mandatin e 4. Do me thënë, sa e vështirë është të gjeni një përgjigje për këta qytetar pas 12 vitesh në pushtet? Duhet kuptojmë, unë do ftoja kudo në fakt, veçanërisht gazetarët gra, që të shikoni dhe ndishin në terren se si edhe gratë veçanërisht kandidatë deputete e zhvillojnë fushatën dhe zhvillojnë të diskutimin me qytetarët. E veçova gratë, sepse gratë janë gjithashtu bëjnë një fushat në base edhe ndryshe dhe do të ishte shumë mirë për ta parë në terren, por du të them që qytetarët shprehin shqetësime që nga pjesa e përditshmërisë së tyre, ashtu si dhe pyetje për të kërkuar informacion se çfarë sjell ajo çfarë ne kemi futur në programin tonë elektoral dhe që është stacioni më i rëndësishëm i të gjithë politikave dhe reformave që ne po ndërmarrim, që është antarësimi i Shqipërisë Bashkimit Evropian. Dhe një sër çështjesh që qytetarët ngren dhe në takime, mbase lidhen dhe me fushën time apo me atë çfarë unë merrem dhe jam marrë këto 4 vjet në parlament, lidhet pikërisht me çfarë sjell integrimi i Shqipërisë dhe antarësimi i saj në Bashkimin Evropian, por njëkohësisht edhe detyrimet dhe të drejtat që fitojnë shtetasit shqiptar në momentin që Shqipëria bëhet antare e Bashkimit Evropian. Duke përfshirë të sfidat, duke përfshirë se çfarë përfiton ekonomia, duke përfshirë se çfarë përfiton shteti së drejtës dhe duke i marrë në konsiderat çfarë do të ndikojë kjo në rritjen e standardeve të jetesës dhe cilësisë të qytetarëve. Këto janë çështjet kryesore që ngrihen nga qytetarët në dëgjesat që unë kam, por padyshim ngrihen edhe ato çështje që lidhen me përditshmërinë. Po, ja pikërisht tek shqetësimet e përditshme, pra që lidhen me përditshmërinë e tyre. E keni të vështirë ju, zonja Gjonaj, të gjeni një përgjigje për këto çështje të cilat nuk janë realizuar, nuk janë përmbushur përgjatë këtyre 12 viteve, apo edhe pyetjes që ju ngren qytetarët, përse nuk është bërë? Domethënë, një gjë se mbase nuk e mbarova të parën, por them që nuk e kam fare të vështirë, jo unë, asnjë deputet, asnjë kandidat për deputet i Partisë Socialiste, që të kthej përgjigje dhe të japi përgjigje lidhur me ato çfarë kemi ne në program. Janë shumë çështje që përfshin programin që nga shteti i së drejtës, ekonomia, infrastruktura, arsimi, shëndetësia dhe shërbimet e tjera.
Pra që thot është një program real, program i cili tregon eksaktësisht se çfarë është realizuar, çfarë ka mbetur për gjysmë dhe çfarë do të lijohet, apo çfarë do të jetë një reformë e re. Ashtu siç u jap një pasqyrë të këtyre projekteve infrastrukturore që përfshihen në njësinë numër 7, që mund të lidhen me shërbimet që do të përfitojnë qytetarët e shërbimet që bën bashkia, siç mund të jenë shkolla, siç mund të jenë kopshte apo çerdhe të reja apo infrastrukturë e rikonstruktuar, njëkohësisht edhe pjesën e atyre që lidhet me një shërbim më të përgjithshëm siç mund të jetë ajo pjesa e furnizimit me ujë 24. Ne kemi të cilat nuk i kemi përfunduar apo që ka nevojë për përmirësim më tej, dhe gjithë ato janë përfshira edhe në programin katëvjeçar. Pastaj nëse ka çështje që lidhen me pastërtinë, me gjelbërimin, të gjitha këto problematika adresohen në bashki, të cilat edhe nëse ka në rast çdimi, që janë raste sporadike, dhe ato marrin zgjidhjen sipas kërkesave apo shqetësimeve të banorëve. Pikërisht për ato të cilat nuk janë përmbushur, vendosen e ju përpara përgjegjësisë nëse ky mund të ketë qenë një premtim elektoral para 4 vitesh, por që përgjatë këtyre viteve nuk është realizuar. Mund të ketë të tilla, sepse shkaqet janë nga më të ndryshmet. Dhe unë nuk, ashtu si unë dhe kolegë të tjerë, partia është e hapur dhe përballjen sa herë e ka me qytetarët, dhe në këtë përballje me qytetarët është e gatshme dhe ka pjekurinë politike të tregojë se çfarë ka shkuar mirë dhe çfarë nuk është shkuar. Dhe nuk ka asnjë lloj problematike kur ka diçka që nuk është përfunduar si premtim apo si pjesë e programit, duke dhënë dhe shkaqet dhe duke dhënë gjithë ato çfarë ne do të bëjmë në këtë mandat katëvjeçar. Unë nuk e kam parë si një problematikë, pavarësisht se po zgjatem shumë të kjo, por kam parë si një problematikë në dëgjesat që unë kam bërë me qytetarët, dhe më besoni, dëgjesat i kam në ambientet të hapura, ku është i ftuar çdo qytetar të marrë pjesë. Zonja Gjonaj, këtë herë dhe për shkak të kodit zgjedhor, një pjesë e socialistëve janë në listën e mbyllur, një pjesë janë në listën e hapur, dhe ju, dhe si shumë kolegë tuaj, jeni në listën e hapur në qarkun e Tiranës në Partinë Socialiste. Sa vështirëson kjo mandatin tuaj të radhës? Të flasim për Partinë Socialiste, një qëllim që kam unë dhe jam e bindur të gjithë ata që janë kandidat të Partisë Socialiste, ku kemi nderin dhe privilegjin fakt që të jemi pjesë e saj, unë personalisht,